Lexim sipas veprave të apostujve. Ata që e përcollën Paulin e çuan deri në Athenë. Atëherë u kthyen prapa me ullën për Silën e Timoteun që të shkojnë sa më e parë tek ai. Atëherë Pauli u ngrit në midis të Areopagut dhe tha: Qytetarë të Athenës, po shoh se në çdo përpikpamje që keni njerëz shumë besimtarë, sepse duke kaluar e vërejtuar monumentet tuaja të kaluarit hyjnor, gjeta edhe një alter në të cilin është shkruar Hyj të panjohur. Pra atë të cilin ju e nderoni, po e njoh unë ju kumtoj. Hyj që krijoi botën dhe gjithçka është në të, zotëruesi i qiellit e lehut. Ai as nuk banon në tempull të punuar me duart e njerëzve, as nuk shërbejnë duart e njerëzve. Thuaj se ka ndonjë farë nevoje për çfarë do se ndi, ai që e jep të gjithëve jetën, frymën e çdo gjë tjetër, prej një njeriu krijon mbar gjini njerëzore, që të banojë mbar sipërfaqen e lehut, caktoi rendin e kohëve dhe kufijt e vendbanimit të tyre, që të kërkojnë hyjnë në ndonjë mënyrë të mund të gjejnë. Ai nuk është larg asnjërit prej nesh, sepse në ta jetojmë. Njerëzin lëvizin e jemi, sikurse edhe disa prej poetëve tuaj thonë, sepse jemi rodit të tij. Nëse pra jemi rodit të hyjit, atëherë s'bën të mendojmë se hyjnia është e ngjashme me arin, me argjendin e me gurin e punuar nga mjeshtria dhe ari i njeriut, dhe hyj duke mos i marrë parasysh kohët e padijes. Tani urdhëron le të kthehen të gjithë njerëzit e çdo vendi, sepse ai caktoi një ditë kur me drejtësi do të gjykojë botën me anë të një njeriu, të cilin e caktoi për këtë gjë dhe e përforcoi para të gjithëve duke e ngjallur